Kjo maraton protestash e cila po frymëzon jo vetëm shqiptarët, po mbar Europën, mbar botën. Sot, për herë më shumë po flasin të gjitha mediat, më në fund po flasin media ndërkombëtare, italiane, gjermane, amerikane. Sot protesta shqiptare janë bërë lajm I ditës. Të gjithë flasin për këtë protestë, e cila ka një emuz të përbashkët. Largimin e qeverisë së korruptuar të Edi Ramës. Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik. Kjo protest mbledh sot qytetarë nga të gjitha krajinat. Shamburg, Rama Burg Berishamburg, Rama Burg Berishamburg, Rama Burg Berishamburg, Rama Burg Berishamburg. Duhet ta themi që përveç dorëheqjes së Edi Ramës, kjo ka dhe një kërkesë madhore. Largimin e kësaj kaste të tranzicionit 35 vjeçar dhe renovimin e kësaj klase politike me njerëz të rinj, me shqiptarë, me atletarë. Shumë qytetarë duan të flasin. Janë qytetarë që I përkasin shtresave të ndryshme sociale, janë minatorë, janë fshatarë, janë të rinj, të reja mbi gjitha. Vinë nga zona më problematike, nga zonat rurale. Njerëz që kanë probleme me pronat. Dhe një nga arsyet e mëdha të shumta që jemi sot, sepse problemi I pronës, asaj publike dhe madhore dhe private është bërë një nga problemet, një nga plagët kryesore të shoqërisë shqiptare. Dhe këtu qëndron edhe problemi kryesor që nuk ka zgjidhur kjo klasë politike në këto 35 vjet. Kanë bërë ligjet për një grusht njerëzish, për një grusht klientësh, për një grusht njerëzish. Kjo qeveri është e lidhur me krimin, është e lidhur me mafien. Me paratë e zeza që në Shqipëri, çmimet e arritur në mënyrë maramëndse. Të rinjt sot nuk ka mundësi të blejnë një shtëpi, janë detyruar të largohen shqiptarët për shkak të keq qeverisjes. Ndaj, Zvërneci ishte vetëm shkëndia e një revolte popullore që do të përfundoj me largimin e këtij anti-shqiptari që po ja bën njerëz dhe po ja nxjerr jetën çdo ditë. Ktu janë njerëz të cilët janë angazhuar çdo ditë, të rinj, të reja, të cilët po mirëmbajnë të qendrën e zërit. Por e kemi thënë dhe stër thënë, organizatorët e vërtet, njerëzit që po bëjnë protestën, jeni ju të gjithë tu. Jeni ju zemra dhe shpirti I kësaj protestës. Dhe nga ky shesh, nga ky bulevard të vinë zgjidhja për Shqipërinë e re. Nga ky bulevard të dalin të rinj, ekspertët, ata që do ndërtojnë Shqipërinë e re. Ne kemi një kërkesë dhe do të shkojmë deri në fund. Kjo lëvizje është pakthim brapa, duhet ta di mirë Edi Rama. Mos mendoj se do lodhemi, se do vapan ato, mundoj dhe ne do themi në shtëpi tona. Nuk ka. Deri këtu, gjallë vdek, jemi këtu derisa ta largojmë. Edi Rama nuk është përfaqësues I shqiptarëve. Ai thotë që ka 84 vota, por janë vota të vjedhura fal paras të zezë, fal krimit organizuar. Ne do ta largojmë. Ai bën arroganti çdo ditë, përpiqet bëjë diversion. Për nxjerr armiq të jashtëm, iranian, agent Iranit, të Rusisë, të Grekut, të këtij, të Izraelit etj. E ka komplet gabim. Arrogancës ti do t'i përgjigjen 1 milion arrogant. Janë ato që do t'i thonë stop, jep dorëheqje një orë më parë. Dhe atëherë unë s'dua të humb kohë sepse ka shumë qytetarë që duan të flasin, pa humbur kohë, kush janë të parët, janë mbi pritur. Por së pari do të hapi me një deklaratë qytetare që do të lexoj Dritan Goxhe. Përshëndetje bashkombas, bashkëqytetarë dhe bashkëprotestues. Të gjithë ju që jeni këtu në shesh dhe të gjithë ata që nuk kanë mundur të vinë dot në shesh, por që janë me ne me zemër dhe me shpirt dhe me mendje. Sot jam autorizuar nga grupi koordinues I protestës të lexoj një deklaratë në emër të tyre. Në emër të grupit koordinues të protestës, duke dëgjuar propozimet e sovranit për 22 ditë me radhë, po dalim sot para jush me këtë deklaratë për të sqaruar protestuesit si dhe gjithë bashkombësit tanë
qoftë ata të pranishëm fizikisht në shesh, qoftë ata që na mbështesin me zemër dhe mendje, se kjo protestë mbar popullore dhe paqësore kërkon sa më poshtë. 1. Tërheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. 2. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. 3. Ndryshime kushtetuese, ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjeshme, gjatë gjithë jetës politike të një individi. 4. Paralelisht, ne nuk heqim dorë nga kërkesat fillestare. Anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura. Anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimin kulturore. Shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve. Shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investimet strategjike. 5. Një kontratë re sociale mes qytetarëve dhe shtetit, e cila do të përpilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës. Këto janë kërkesat tona të qarta, legjitime dhe të panegociueshme, të dala nga zëri i qytetarëve dhe nga vullneti i sovranit. Ne mbetemi të vendosur në rrugën e protestës paqësore, demokratike dhe qytetare deri në realizimin e tyre. Shqipëria e shqiptarëve, jo e pushtetarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e pushtetarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e pushtetarëve. Edi Rama, e lexove. Kemi një kërkesë për ty, e dëgjove besoj. Të panegociueshme. Dorëheqjen tënde, nuk ka negociata me ty, nuk ka bisedime. E bën të gabime studentët. Nuk përsëritet më, dëgjove. Ti mund të shpresosh nga Macron, nga presidenti i Francës, që mund të shpëtoj. Harroje se do të shpëtoj Macron, se do të shpëtojnë ambasadat, se do të shpëtojnë ndërkombëtarët. Tu vendos populli shqiptar se ti do të rish apo do të ikësh. Kjo është vendim dhe vullnet i popullit shqiptar, jo i ndërkombëtarëve. Përpara se të jap fjalën, dua të falenderoj edhe një herë media që na ndjekin orë hap pas hapi, e dim në këtë rrugim të gjatë, por ne tash ju konsiderojmë atë alat. Ju kemi bojkotuar ditën e para pasi na bojkotuat. Pasi media ndërkombëtare folën për këtë protestë po ndodhin, shumë prej jush bët një sy qok dhe një vesh shurt.